Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Ngofrime familjes nana, kalamojve, grave, Partisë Socialiste dhe gjithë ish deputetëve dhe deputetëve që i ka bën miliarder. E dyta, tani do të bëj një pyetje direkte. Me shkëlqimet e gjithme, ose të padjeshme, ose gjithmonë, ose më të bëjnë asnjëherë. Supozim me këto shpenzime, ka 2 bukë të thata, ka 100 lek të vjetra, 200 lek. Me këto shpenzime, apo kështë dhënë pensionistëve, invalidëve, edhe këtyne se asue nuk kanë pas lek ta që i ba, me shërbim shtetëror. Mu e ty në ka vdek baba, në ka vdek nana. Më falë, që se më dishka miqësore, a vlen këtë cinizëm në një ditë të tillë? Jo, vlen se ne thomin për gjykatën, aja ka qenë të nume vendim gjykate. Edhe ka marrë pafajsin më pas? Mirë, shumë mirë, a ka marrë lekët. Ka marrë pafajsin pra? Po mirë, ka marrë eurot, lekë. Po mirë, pra ato i ka marrë si pas ligjit. Nejse, e lëm të muhabet. Mendoj që nuk vlen këtë tonalitet cinizmi në një ditë të tillë, dhe të jemi që më shumë njerëz, apo jo. Në fundit le të gjykojmë që ka ikur një njeri, dhe jo kundërshtari politik që kemi pasur, ose aleati politik që kemi pasur. Politizimi i vdekjeve, më duket se nuk është në traditën tonë. Vazhdojmë të presim edhe telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Ngushëllime familjes zotit Nano. Po. Unë me thëmë vetë në i ka të pjesën e vetë në fjallë që ka pas historikun e vetë në Partinë Socialiste, po pëtem ka qenë një nga moderatorët më të mëdhejt Partinë Socialiste, dhe të që unë shofë që Partinë Socialiste po hynë në një lloj diktaturë, të themi drejt me fjallë, ka merita, pa dyshim që ka merita për demokracinë. E vlerësoj për këtë pjesë, pavarësisht se situata këtu në Shqipëri kështu është me fjallë, nuk kemi shtemi se s'ka qatë bëj asë Nano, asë njeri këtu në këtë vend. Qartë. Por shof të shikë të situatë që ka morë ky kryeministër, ky e diran të që po të drejtojmë kryeministrit aktual. Unë prapë gjithsesi kam respekt për atë gjikun atë botë, por ky kryeministër po janë zimë fytyrën Shqipërisë. Po e shofim se që po nëllë për ditë këtu. Po shofim se si po vdesin pensionistët, si po ullëratin me ato 2.000 lekë që që po pse talët me pensionistët. Edhe që thot 2.000 lekë, është turp, 1 kile salat. Është turp të diskutosh. Kur çmimet janë vënë nga i zero mrapa janë bërë 10 fishu, 100 fishu çmimet, dhe këtu të shit tallet ky me këta njerëz. Po ullëratin pensionistët çdo ditë. Ky kryeministër është bot të merr i pensionistëve. Ky nuk ka as respekt, as gjë për këta pensionistë. Flasim për problemet e pronave. Është një problem, është një gangrenë e madhe që nuk e di shqiptarët po e vujnë të gjithë pronarët ata që kanë prona, më kupto drejt, po ata shqiptarët të gjithë pronarë kanë qenë. Jemi vetëmi vend botë që kemi qenë të gjithë pronarë. Nuk ka në historikun e çdo familje shqiptare të gjithë kanë pas prona. Dhe i mohohet prona, është turp. Në një formë ose në një formë tjetër, le të gjendjet një zgjidhje, jo t'i mohohet prona. Shohim tash kanë thënë të ligjin e maleve. Ore të bëj kujdes se bollu shkatru me 7500 e ishin. Të paktën aty ku janë pa prekme, le t'i kthehen pronarit. Qartë. Unë ju falenderoj. Tash nuk është problemi se ne po humbim identitetin ton kombëtar. Qartë. Unë ju falenderoj që sjellni dhe ju në nënvizimet tuaja. Nga 2 minuta kemi për secilin që t'i japim udhë dhe bisedave të tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po? Shëndet. Shëndet edhe ju, urdhroni. Shëndime familjes ato sanat. Një figurë e madhe e Partisë Socialiste dhe për Shqipërinë. Ky politikan i madh nuk do t'i vi me Partisë Socialiste dhe Shqipërisë. Tani do të flas pak për këtë çmime të Bashkim. Po.
nuk po merret vesh tani se ç'po bëhet tash. Për ditë çmime të rritën. Po. Nuk del njëri nga qeveria të thotë, të dalin më të thotë diçka. Më ndë i lajmë tjetër tash është me frikë këto mandarina, këto domate, këto janë me spekate, ç'a po bëhet, s'po mori vesh tani zot. Ka njëri nga qeveria që të dalin më në popull të thotë. Nuk po dim gjë më ç'a po bëhet. Qartë. Falenderoj zoti Bashkim, një ditë mbas. Faleminderit edhe ju që sillni dhe ju në nënvizimin tuaj në fillimin e kësaj dite të re. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera dhe në këto pak minuta që kemi në dispozicion për zëra qytetarësh në emisionin ton të përditshëm. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Ngushëllime në radhë parë djalit edhe vajzës. Po, familjarëve, po. Këtyve për ngushëllimet e mia. Po. Këta që folën gjithë zoti Bashkim është hipokrizia të mërshme. Sa ishin që e futën në burg. Sa që nuk lanë gjopa thonë, se ne nuk dim, se ne jemi popull. Nuk dim se që po, to s'kanë lënë gjopa në zjerë. Imagjinoj dhe shtisht se çfarë njerëz na drejtojnë ne, me çfarë fytyra të poshtra të ndyra. Nuk kam që të them më. Faleminderit që ndjove. Faleminderit edhe ju që sillni në nënvizimin tuaj qytetar. Vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat e tjera. Presim si gjithmonë telefoni 045 620 601. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Fillimisht ngushëlloj familjen Lano për humjen. Po. Në lidhje me Fatosano, do thoya vetëm dy fjalë. Ka një vlerë të madhe historike, sepse ishte moderatori që transformoi partinë e punës që në thelbi ishte Parti Komuniste, një Parti Social-Demokrate. Me një sistem të ri, po. E futi dhe një internacionalen socialiste. Po. Ishte liberal, shumë intelektual, mendjahapur edhe tolerant. Këto janë vlerat e Fatosnanos për cilin nuk do të zgjadhem më. Po. Po desha të e një problem tjetër. Urdhroni. Para jave dëgjoj një lajm të bujshëm që në styre. Kuvendi aprovoi komisionin e ri që do merret me reformën zgjedhore. Po. Lajmi më bajat. Lajmi që të vjen për diell, që kemi 35 vjet që e dëgjoj. Sepse reforma zgjedhore është shkundur, jo proporcional, jo mazhoritar, jo proporcional rajonal, dhe nuk gjen dermand. Reforma zgjedhore edhe deshe me të fjalë. Dhe që kemë ato dy fytyra, do më thënë, Gjitnuri me edhe Bylik Bashin. Tari e Bylik Bashi... Pra është një film i parë që do të ndodhi, thonë jo. A i sikur ka mëruar vardin ai. Pse? Se i duhet Saliutaj. Se është manipulatori më i madh i reformës zgjedhore për ta çuar aty ku e do Saliu dhe Edi Rama. Listat mbyllura edhe pastaj dhe një pikë tjetër. Pra me sa kuptojnë ju thoni që është një lloj farse ky lloj komisioni që i përgjithshëm dhe në vend të një reforme që thuhet mos ndoshta duhet bërë një ligj i ri nga themeli për një ligj zgjedhor ku të pasqyrohet e gjithë ato të këqijat e kësaj epoke. Po, absolutisht po. Të lutem do më lësh edhe një fjali. Po. Reforma zgjedhore ka nevojë vetëm për një pikë. Sepse reforma zgjedhore në Shqipëri, nuk e di, më dëgjoni? Po, jo dëgjojmë. Po, reforma zgjedhore në Shqipëri, sido që të janë sorollator, një pikë themeltare nuk e ngacmojnë. Ajo, këto reforma zgjedhore janë të tilla që sa do persona të vënë në votim, mjafton edhe 10 persona të vënë. 6 me 4 fiton 6-ta. Vetë një pikë që duhet vendosin dhe unë e shpresoj të partitë e reja se këto dyja kanë rënë marrëveshje, këto kanë monopol politik në to. E vetë një pikë që duhet ndryshuar reformën zgjedhore dhe bëhet si të dush të saj, është dishemeja. Vendos disheme. Vendos se sa duash. Dhe populli do t'japi përgjigje. Vendos edhe 20%, por në qoftë se nuk vjen 20% popullit votime, votimet janë nul dhe nuk ka më rivotim. Por të bëhet me ligj parlamenti që të ketë një qeveri teknike, që të mos të ndodhi pastaj më pas krize e përfaqësimit. Do ta shikoni se si do shkrihen këto parti. Se në fundit partitë janë korporata pitimprurse. Gjithë ata që janë parti, përveç militantëve të thjesht, ata tjerë që drejtojnë vetëm poste
për darë llokmat e kanë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj. Vazhdojmë shfrytëzojmë dhe 2 minutat e fundit që kemi për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Jo, përshëndes, zoti gazetar. Përshëndetje, urdhroni. Ajo protesta që u bën para parlamentit Po, për pensionet, për pensionet, për minatorët, për të invalidët, për të gjithë, po. po. Përshëndes atë protesta, se vetëm nga protestat Edhe me protesta mund na dëgjojnë. mund të fitojnë me diçka njerëzit. Edhe me protesta mund na dëgjojnë zëri, thonë ju, po. Po mund të dëgjojnë ato, apo si shkur ato deportet e socialistës që u mërref bizat e dulaj ai jetuinat drejt atë sfirit, jetuinat drejt, se arrova. Shkritu thonë se do hapi minimumin jetik. Pastaj dule dhe i demokratës, veç të botesat, atitës ke parlamentit si në krimineleve. Qartë. Që kanë ato bizën e vetë, dhe i kanë nënë pensionistët me karishimi letë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në nënvizimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme. Rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell shkrimet, akuzat për korrupsion, dorëhiqu përballu me drejtësinë, thirrja e avokatit për Ballukun, hetimet. Avokati Samir Vishe vlerëson rolin e SPAK-ut në hetimin e zyrtarëve të lartë të qeverisë, por sipas tij, asnjë funksionar nuk duhet përdor imunitetin si mburojë ndaj drejtësisë. Kush fiton gjyqin me shtetin do ripunësohet. Rregullat e reja në ligjin për nënpunësin civil. Zbatimi vendimeve gjyqësore për largimet e padrejta nga puna. Lamtomir Fatos Nano, Ruçi, i pari lider dhe reformues i Partisë Socialiste, u hapi rrugën 2 djemve të rinj për të bërë kryeministra. Nga Gens Polo botohet opinioni me titull Sizifi i dorëheqjes. Nga Baviola Gami Shatro, mbi shpatullat e gjigantëve. Kuksi u ndërtua 3 herë nga e para, historia e qytetit unik në botë. Nga Sejdo Arka botohet shkrimi Njoja ime me Nonda Bulkën dhe dhurata që më dha kur isha student. Dëshmitari i Rem, si e takoi Sherif Merdani ish sigurim sipas burgut, rrëfimi i bashkëshortes. Rozalba Merdani, takimi pas viteve 90, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Shqipëria në shqitje, Porto Palermo do i jepet privatit, baza ushtarake do të bëhet resort. Projekti është nisur nga Korporata e Investimeve Shqiptare para 3 vitesh, por asnjëherë nuk është bërë publik. Pensionisti i magazinieri Salillarit bëhet pronar i koncesionit 60 milion euro në portin e Vlorës. Nga profesori Ismet Elezi botohet opinioni trashëgimia juridike e shtetit shqiptar. Nga Gëzim Llojdia, ja si Partia e Punës së Shqipërisë u kërkonte shkrimtarëve të shkruanin kundër fesë. Shqipëria jep lamtomire me nderime dhe ceremoni shtetërore. Ish kryeministri dhe kryetari themelues të Partisë Socialiste Fatos Nano. Alarmi ushqimor, mandarina me kemikate mbushin tryezat e shqiptarëve. Autoriteti kombëtar i ushqimit kërkon kthimin e frutave të blera pasi Bashkimi Evropian i kthen në dogan. Opozita shqiptare, qeverisja ka braktisur qytetarët me biletat e urbanëve. Arsimi në gjendje alarmante, në prioritete vetëm në letra. Rama, vijojnë punën për të liruar hapësirat publike të zaptuara. Spiropali, rrugtimi ynë evropian, ndërtimi një Shqipërie të drejtë. Presidenti Begaj merr pjesë në hapjen e Muzeut të Madh Egjiptian. Ministri Malej, 33% e buxhetit mbështetje për mirëqenie qytetare. Turpi i drejtësisë shqiptare, drejtësia një ritual bosh ku qytetari humb besimin dhe padrejtësia bëhet normë, flet avokati Ndue Pietra, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, a duhet të dorëhiqet Balluku? Në terma ligjor nuk është e detyruar të largohet nga posti në këtë fazë, por Balluku përfaqëson një ekip që thotë se mbështet drejtësinë dhe SPAK-un. Qëndrimi në atë zyre minon moralisht mesazhin e qeverisë. Dorëheqja nuk është pranim faji. Nëse ajo largohet tani, do fitonte 2 gjëra: respektin publik për integritetin personal, një pozicion më të fortë në rast se provohet e pafajshme.
Çështja Balluku, pikat kyçe të dilemave të hetimit dhe çfarë na çon tek pse dhe si. Një mesazh për ata që qajnë fatin dhe veset e tyre më shumë se sa vdekjen e nanos. Historia e plotë e arrestimit të Fatos Nanos, verbale dhe emrat që u përdorën, janë disa prej shkrimeve që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online, por dhe me zëra qytetarësh në telefonin ton të përbashkët. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton për të takuar sërish nesër.